Mes kanjonit të Langaricës dhe rrjedhës së Lumivjosa, banjat e Bënjës prej vitesh përbëjnë një nga destinacionet natyrore më të veçanta dhe më të frekuentuara në jug të Shqipërisë. Të vendosura në një peizazh mahnitës, ku shkëmbinte thepisur ndërthuren me gjelbërimin dhe ujërat e kristalt, këto burime termale ofrojnë një përvojë relaksuese dhe terapeutike për vizitorët vendas dhe të huaj. Gjatë fundjavave, zona përjeton një fluks të lartë vizitorësh, të cilët zgjedhin të kalojnë kohën mes natyrës së paprekur dhe ujërave të ngrohta me veti kurative. Atmosfera bëhet veçanërisht e gjallë, ndërsa familje, çifte dhe grupe të rinj shijojnë ecjet përgjatë shtegut që të çon drejt kanjonit, pushimet buzlumit apo zhytje në vaskat natyrore me avull të lehtë sulfuror. Aktualisht, banjat e Bënjës ndodhen në një fazë transformimi të plot, me investime që synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e standardeve për vizitorët. Punimet përfshin sistemimin e zonës së parkimit për të lehtësuar qarkullimin, ndërtimin e korsive të biçikletave për të promovuar turizmin e qëndrueshëm, si dhe krijimin e bankoneve panoramike mbi kanjon, nga ku mund të admirohet pamja spektakolare e natyrës përreth. Po ashtu, është parashikuar një hyrje e organizuar që do të orientojë më mirë vizitorët, ndërtimi i banjave publike dhe ngritja e një qendre shëndetësore, e cila do të ofrojë shërbime bazë dhe informacion mbi përdorimin e sigurt të burimeve termale. Faza aktuale e punimeve përfshin arredimin e zonës, vendosjen e parvazëve të shkallëve për më shumë siguri dhe shtrimin e dyshemes me dru dekorativ pranë vaskave, duke i vënë hapësirës një pamje më të kuruar dhe funksionale. Banjat e Bënjës janë të njohura për efektet e tyre pozitive në trajtimin e sëmundjeve reumatizmale, problemeve muskulore, dhimbjeve të kockave dhe shqetësimeve të lëkurës. Ujërat termale, të pasura me minerale, konsiderohen prej kohësh si një terapi natyrore që ndihmon në relaksimin e trupit dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Kombinimi i vlerave kurative me bukurinë e rrallë natyrore e bën këtë zonë një pikë referimi për turizmin natyror dhe atë shëndetësor në Shqipëri, duke e kthyer në një nga destinacionet më të dashura për ata që kërkojnë qetësi, shëndet dhe një përvojë autentike në zemër të natyrës.